Juftoj të ndiqni programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Jam një burr 85 vjeçar dhe një dëgjues i rregullt i programit tuaj përmes Biblës. Edhe pse kam lexuar Biblën 3 herë, sërish kam shumë pyetje dhe vështirësi për ta kuptuar në disa pasazhe. E vlerësoj shumë programin tuaj sepse përmes tij kam mësuar shumë gjëra të reja që nuk i dija më përpara. Zemra ime gëzohet ndërsa zbërthehen të gjitha pikpyetjet dhe dyshimet e mia. Këto mësime janë ndryshe, diçka që nuk e kam hasur më përpara, edhe në kishën ku kam shkuar. Jam i bindur se këto mësime mund sjellin një rizgjim në kishat tona. Faleminderit për punën tuaj. Përfundon këtu komenti një dëgjuesi të programit përmes Biblës në gjuhën hindi, që është një nga 120 gjuhët e botës në të cilat transmetohet ky program. Nëse edhe ju jeni prekur nga ky program, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të parë të Biblës, Zanafillës. Dr. McGee thotë që Zanafilla është njëri nga librat më të rëndësishëm dhe kyç për ne si besimtarët krishterë. Për më shumë, le ta ndjekim Dr. McGee me shumë kujdes. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Dita e 5, jeta shtazore. Pastaj Perëndia tha: të mbushen ujërat nga një numër i madh qenjesh të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në hapësirën e madhe të kupës qiellore. Zanafilla kapitulli i parë, vargu 20. Kemi një farë zhvillimi. Kjo nuk do të thotë se gjithçka erdhi nga një qelizë e vogël, por se Perëndia ka krijuar një nga secila krijesë dhe ka patur zhvillim nga secila prej tyre. Perëndia tha të mbushen ujërat, dhe më pas në vargun tjetër thuhet simbas llojit të tyre. Fjala lloj nuk ka kuptimin specie, siç e ka thënë Darwini, por më tepër se kaq. Fjala e përdorur është filum. Kam lexuar që një shkencëtar ka thënë se ka kërkuar gjithandej për një fjalë tjetër. Një profesor i brillant në shkollë biblike doli me fjalën filum si sinonim për fjalën lloj. Po ta shikoni në fjalor, do të shihni se kjo fjalë ka kuptimin e një linje të drejtpërdrejtë pasardhjeje brenda një grupi. Për shembull, në një grup nuk do të përfshihej vetëm një kal, por edhe çdo kafshë që bën pjesë në familjen e kalit. Perëndia ka krijuar nga një të tillë dhe më pas kemi zhvillim nga secili i krijuar, zhvillim i jashtëzakonshëm. Gjithashtu kemi edhe devolucion, domethënë ka patur zhvillime, por më pas kanë ardhur edhe degradime. Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe të gjitha gjallësat që lëvizin dhe që mbushin ujërat, secili sipas llojit të vet. E çdo shpend fluturues sipas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë. Zanafilla kapitulli i parë, vargu 21. Dhe Perëndia pa se kjo ishte mirë. Vini re këtë frazë, kur Perëndia krijon, është mirë. Dhe Perëndia i bekoi duke thënë: të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujërat e deteve, e zogjt të shumëzohen mbi tokë. Zanafilla kapitulli i parë, vargu 22. Me qëra fjala, një shkencëtar të cilin e citova edhe më parë, ka thënë se po të mësoj historia e krijimit në shkollat tona, aty mund të mësoj edhe historia e lejlekut. Por më besoni, Bibla padyshim e hedh krejtësisht poshtë historinë e lejlekut. Po ta lexoni me kujdes, do të vreni se këto kafshë duhet të prodhojnë sipas llojit. Kjo gjen zbatim edhe për njerëzimin. Mirin, vocorrakun, nuk mund ta gjesh në një trung pemë të motshme. Dhe as ledjan e vogël nuk mund të ta sjell lejleku. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj mëngjesi, dita e 5. Zanafilla kapitulli i parë, vargu 23. Pastaj Perëndia tha: të prodhoj toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre, kafshë, rrëshqanor dhe bisha të tokës sipas llojit të tyre. Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia bëri egërsirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët sipas llojit të tyre dhe të gjithë rrëshqanorët e tokës sipas llojit të tyre. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë. Zanafilla kapitulli i parë, vargjet 24 dhe 25. Vini re përsëri shprehen sipas llojit të vet, pra sipas llojit biologjik.
Tani do të shohim se Perëndia ndan jetën bimore dhe shtazore nga njerëzimi dhe thot, le ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë. Kjo krijesë është me interes për ju, sepse ai bie të jetë stër, gjyshi juaj dhe imi bashk. Kjo do të thotë se ti edhe unë jemi kushërinj, megjithse jo aq të afërt. Gjithsesi, e gjithë familja njerëzore është e lidhur. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasi me ne, dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshjanorët që zarriten mbi dhe. Zanafilla kapitulli 1 vargu 26. Pyetja e parë që ngrihet është si u krijua njeriu. Kapitulli në vijim na e shpjegon këtë gjë fare mirë. Dhe të ushtroi sundimin. Perëndia i dha sundim mbi tokën dhe nuk mendoi se e bëri njeriu një kopshtar të lavdishëm të kopshtit të Edenit. Adamit i ishte dhënë autoritet i jashtëzakonshëm. Pak më vonë do të shohim se Perëndia i kërkon të bëjë disa gjëra, të cilat kanë lidhje me krijimin që Perëndia i dha. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Ai krijoi mashkullin e femrën. Zanafilla kapitulli 1 vargu 27. Këtu na jepet një fakt i thjeshtë i krijimit të njeriut. Kjo është hera e tretë që shohim fjalën bara, që do të thotë të krijosh nga asgjëja. Pra shohim se njeriu është krijuar. Ai është diçka e re. Bara është e njëjta fjalë që hasim edhe në vargun e parë të Zanafillës. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Ai krijoi gjithësinë fizike. Pastaj krijoi jetën. Perëndia krijoi kafshët e mëdha të ujit dhe të gjitha gjallësat që lëvizin. Pra te vargu 21. Tani shohim se Perëndia krijoi njeriun. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet. Perëndia do të na jap hollësi të krijimit të njeriut në kapitullin tjetër dhe mund të shohim nga kjo se Perëndia ka lënë jashtë një pjesë të madhe për krijimin e gjithësisë. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, është gjithçka që na tregohet dhe është pothuajse gjithçka që mund të dim për të. Ai mund na kishte dhënë hollësi të tjera, por nuk e bëri një gjë të tillë. A dini pse? Sepse këto të dhëna u shkruan për njeriun. Perëndia dëshiron që njeriu të di e të njohë origjinën e tij. Është sikur të thotë, do të më pëlqente shumë që ti kushtoni të vëmendje krijimit tuaj dhe të mos amendsoni as spekuloni me krijimin e gjithësisë. Ky varg na tregon diçka të jashtëzakonshme. Kështu Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet. Dëshiroj t'ju them se kjo është një prej deklaratave më madhështore të fjalës. Çfarë do të thotë? Mendoj se njeriu është si Perëndia, trini. Menjëherë dikush mund të reagojë, e kuptoj se ç'do të thuash. Do të thuash se njeriu është qenie fizike, mendore dhe frymërore. Po, unë besoj se është e vërtetë. Pali tek 1 Thessalonikasve kapitulli 5, vargu 23, thot me saktësi: dhe gjithë fryma juaj, shpirti e trupi, të ruhet pa tëmet për ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Megjithse kjo është e vërtetë, kur të arrijmë në kapitullin tjetër, do të shohim se kjo do të thotë më tepër se kaq. Ka mendimin se i referohet faktit që njeriu është personalitet, dhe si personalitet është i ndërgjegjshëm. Është ai vetë që merr vendime. Njeriu është një qenie e lirë morale. Kjo pra duket se është ajo që e veçon njerëzimin. Besoj se këtë do të thotë Perëndia duke krijuar njeriun sipas shëmbulltyrës së tij. Ai krijoi mashkullin dhe femrën. Deri në këtë pikë nuk na jepen hollësitë e krijimit të burrit dhe as të gruas. Hollësitë e krijimit të tyre i shohim vetëm në kapitullin tjetër. Kjo është arsyeja pse them se Perëndia nuk synonte të na jepte hollësi lidhur me krijimin e gjithësisë ku gjendemi. Përndryshe do të na kishte dhënë një kapitull tjetër, por ai nuk na ofron hollësi të tjera, përveç se ai është krijuesi. Kjo na çon në të vërtetën e rëndësishme që gjejmë te kapitulli 11 i Hebrejve. Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, saqë ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Tek Hebrejve kapitulli 11 vargu 3. Gjërat që shohim sot u bën nga gjërat që as nuk kanë ekzistuar më parë. Krijimi u bë nga ex nihilo, pra nga asgjëja. Dikush mund të thotë, të lutem ma shpjego këtë, por miku im nuk mund të ta shpjegoj. Evolucioni nuk ka mundur të japë përgjigje pyetjes se si asgjëja shndërrohet në diçka. Gjithmonë nis me një ameb, një kazan plerash, një grimc alge deti apo deri, edhe me një kafshë lart në pemë.
Mendjet tona duhet kenë diçka nga t'janisin, por Bibla ja nis nga asgjëja. Perëndia krijoi. Sa madhështore. Kjo është zbulesa më e jashtëzakonshme e këtij kapitulli. Dhe Perëndia i bekoi, dhe Perëndia u tha atyre, të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni. Mbushni tokën e nënshtroheni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë. Zanafilla kapitulli i parë, vargu 28. Shohim këtu se Perëndia i ka dhënë kësaj krijese diçka të pazakontë. Në fillim i thot njeriut, jini të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën dhe nënshtroheni. Do ta dëgjojmë këtë gjë sërish kur ai krijon gruan. Perëndia duket se është ai që paraqiti për herë të parë konceptin e seksit. Është interesante të shohësh se brezi ynë mendon se ka bërë një zbulim të ri, se janë Kristofor Kolombët e rinj që kanë zbuluar seksin. Nga ana tjetër, Perëndia e përmend këtu që në fillime. Në fakt, ka 4 metoda që Perëndia ka përmendur për të sjellë njerëzimin në gjithësi. Njëra është krijimi i drejtë për drejtë që prodhoi Adamin. Një mënyrë e dytë është krijimi jo i drejtë për drejtë që solli Evën. Mënyra e tretë është lindja nga virgjëresha me anë të së cilës na erdhi Jezu Krishti. Mënyra e katërt është lindja natyrale dhe kjo është shumë e njohur në ditët e sotme. S'ka dyshim që metodën e lindjes natyrale e kemi çuar në atë nivel që Perëndia kur nuk e ka patur në mend kur e krijoi. Perëndia e krijoi njeriu të riprodhohet. Kjo është një vërtet e lavdishme dhe e mrekullueshme. Nuk është për të zhndërruar në një gjë të pisët të qelbur, siç e ka bërë njeriu tani. Njerëzit shkruajnë libra të ndyrë dhe më e bukur është se e quajnë letërsi. Prodhojnë gjëra nga më të ndoturat dhe i quajnë art. Ka disa kritikë që po ngrihen e po flasin kundër kësaj dukurie dhe falenderoj Zotin për këtë. Këta kritikë thonë se një pjesë e mirë e asaj që quhet art është revoltuese dhe e neveritshme. Vetëm art nuk mund të jetë. Nuk është asgjë tjetër veçse paturpësi dhe bëhet vetëm e vetëm për atë copë kartë me ngjyrë e plot pushtet që quhet para. Perëndia kur nuk e krijoi seksin të abuzojë e të përfundonte në këtë pikë. Perëndia e krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës së tij. Perëndia është qenia personale thelbësore dhe duke i dhënë njeriu një shpirt të pavdekshëm, i dha atij edhe personalitetin e vërtet. Njeriu ka ndërgjegjen, pushtetin e zgjedhjes së lirë dhe përgjegjësinë e dallueshme morale. Ai është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Jini të frytshëm, shumëzohuni dhe mbushni tokën. Perëndia i thot njeriu të mbush tokën me anë të riprodhimit. Vini re se ai përdor fjalën rimbushni. Kjo është fjalë interesante që na tregon se toka ishte e banueshme më parë nga krijesa të tjera. Çfarë do të kenë qenë ato krijesa, u zhdukën para se të krijohej njeriu. Perëndia i thot gjithashtu njeriu ta nënshtrojë tokën. Kjo mendoj se është baza e të mësuarit dhe eksplorimit shkencor të ditëve të sotme. Një prej fjalëve të urta thot: është lavdi e Perëndisë të fshehësh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Tek fjalët e urta, kapitulli 25, vargu 2. Perëndia fshet thellë në tokë diamante dhe është po Perëndia që vendos thesare aty ku njeriu ti duhet të gërmojë për t'i gjetur. Unë besoj se e njëjta teori është e vlefshme në ditët e sotme lidhur me njohurinë. Jam i mendimit se kjo gjen vend edhe për studimin e fjalës së Perëndisë. Perëndia do që ne të shkojmë në laborator të marrim me pruvetën dhe mikroskopin. Por fatkeqësisht, njeriu del prej aty me një bombë atomike dhe përpiqet të shkatërrojë familjen njerëzore. Dhe sundoni është udhëzimi vijues i Perëndisë për njeriu. Adami nuk ishte thjesht kopshtari që duhet të korrte barin kur të rritej shumë. Njeriu u krijua për të sunduar tokën. Mendoj se Adami mund ta kontrollonte motin ashtu siç kontrollojmë ne kondicionerin. Ai sundonte mbi tokën. Kjo është ajo që shohim tek Zoti Jezus. Kur ai ishte në tokë, ai kishte kontroll mbi natyrën. Ai mund t'i thoshte stuhiz ndalu, mund të ushqente turma me mira njerëz vetëm me 5 bukë e 2 peshq. Jam i mendimit se Adami ishte në gjendje t'i bënte të gjitha këto përpara rënies së tij në mëkat. Me rënien e tij në mëkat, Adami humbi sundimin që Perëndia i kishte dhënë mbi tokën. Dhe Perëndia tha: "Ja, unë po ju jap çdo bar që lëshon far mbi sipërfaqen e mbar tokës, dhe çdo pemë të ketë fruta që përmbajnë far. Kjo do t'ju shërbejë si ushqim." Zanafilla, kapitulli i parë, vargu 29. Nga ky varg mund të themi se njeriu në fillim ishte vegetarian dhe se vetëm pas përmbytjes ai u kthye në mish ngrënës. Dhe çdo kafshë të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymëjete,
unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim. Dhe kështu u bë. Atëherë Perëndia shikoi të gjithë ato që kishte bërë dhe ja ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e 6. Zanafilla kapitulli i parë, vargjet 30 dhe 31. Kjo na sjell në fund të kapitullit të parë dhe është koha të bëjmë një përmbledhje. Cilat janë gjërat kryesore që duhet të vërejmë këtu? Një prej tyre është se Perëndia përmendet 32 herë. Bibla nuk bën as përpjekjen më të vogël për të vërtetuar se ka një Perëndi. Përse jo? Sepse ai thotë, i marri ka thënë në zemër të vet, nuk ka Perëndi. Psalmi 14 vargu i parë. Bibla është një libër i shkruar për të zbuluar të vërtetën frymërore, fetare, shpenguese, që vjen vetëm me anë të besimit. Ja pra ku kemi faktin se është Perëndia ai që krijoi. Në këtë kapitull të parë, shohim unitetin, fuqinë dhe personalitetin e Perëndisë. Pikërisht për këtë shkroi Pali tek Romakëve, kapitulli i parë, vargu 20. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, që nga krijimi i botës shihen qartë. Si shihen qartë? Nëpërmjet veprave të tij, madje edhe fuqia dhe hyjnia e tij, që ata të jenë të pafalshëm e pa justifikim. Mund t'ju them se Perëndia e ka bërë të qartë mundësinë e vetme të besimit tek ai. Do të shohim edhe disa të vërteta të tjera të paraqitura në këtë kapitull. Aty mohohet politeizmi, vetëm një Perëndi krijon. Së dyti kundërshton përjetshmërinë e materjes. Fjalët e para janë në fillim. Dhe gjithçka e ka një fillim, miqtë mi. Ky fakt është i vërtet, pavarësisht se ishte një kohë kur shkenca përpiqej të mësonte përjetësinë e materjes. Së treti, ky kapitull kundërshton panteizmin. Perëndia ekziston para gjithçkaje dhe i veçuar nga gjithçka. Së katërti kundërshton fatalizmin. Perëndia vepron në lirinë e vullnetit të tij. Së fundi, më lejoni të rendis para jush disa nga vetit kryesore të kapitullit të parë. Kemi rregull për parim, për pikmëri dhe për sosmëri. Do të vazhdojmë në programin e ditës së sotme me kapitullin e dytë të librit të Zanafillës. Këtu ne gjejmë për herë të parë atë që quhet ligji i ripërsëritjes ose ligji i përsëritjes përmbledhëse. Tu na shfaqet një parim i madh i zbulesës që më vonë do të haset shumë shpesh në fjalën e Perëndisë. Me fjalë të tjera, fryma e Perëndisë ka një praktik të tillë që si fillim tregon shkurt një seri faktesh dhe të vërtetash. Më pas i rikthehet sërish, merr nga kjo seri më të rëndësishmen, hedh dritë dhe zgjeron më tej shpjegimin e asaj çështjeje të veçantë. Kështu vepron Perëndia edhe këtu në kapitullin e dytë, duke i referuar 6 ditëve të krijimit që përmenden te kapitulli i parë. I njëjti parim vërehet edhe tek ligji për të rirë. Ai është një interpretim i ligjit pas 40 vjetësh përvojë me ligjin në shkretë të tjerë. Ligji për të rirë nuk është thjesht një përsëritje e ligjit, por një interpretim i tij. Po kështu nuk na jepet një, por 4 ungjij. Një procedurë e tillë në fjalën e Perëndisë ndiqet vazhdimisht. Kapitulli i dytë i rikthehet kapitullit të parë në lidhje me njeriu dhe si fillim do t'ja nisi me shabatin. Kështu përfunduan qielli dhe toka si dhe tërë ushtria e tyre. Ndërkaq ditën e 7 Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e 7 u çloth nga gjithë vepra që kishte kryer. Dhe Perëndia bekoi ditën e 7 dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia u çloth nga gjithë vepra që kishte krijuar dhe kryer. Zanafilla kapitulli 2 vargjet 1 deri në 3. Rëndësia e ditës së shabatit nuk duhet anashkaluar. Ç'kuptim ka kur thuhet se Perëndia u çloth nga gjithë veprat që kishte bërë? A do të thotë kjo se Perëndia ishte lodhur, u ul të pushoj në ditën e 7 duke thënë se kishte patur një javë shumë të ngarkuar, se kishte punuar më shumë se dita normale e punës, 8 orë në ditë, dhe se kishte nevojë për një pushim? Po ta shikoni me këtë sy, kjo do të ishte kryekput një kotësi. Perëndia u çloth prej veprës së tij. Kur përfundoi 6 ditët e krijimit, kundroi atë që kishte krijuar dhe u kënaq. Gjithçka dukej shumë mirë, nuk kishte nevojë që të krijohej më asgjë tjetër. Sa herë që dal nga zyra në fund të ditës, në tryezën time të punës më mbeten ende detyra që do të më duhet t'i përfundoj të nesërmen. Asnjëherë nuk e kam patur luksin të themi çliruar, i mbarova të gjitha, i dhash fund. Por Perëndia përfundoi gjithçka. Pas 6 ditëve, ditën e 7, ai pushoi, pasi vepra e tij ishte e plot. Kjo është një prej të vërtetave më të mëdha frymërore. Libri i Hebrejve na tregon se edhe ne si bijtë të Perëndisë duhet të hyjmë në preje, në çlodhje, domethënë në shabatin e tij, të hyjmë në shpengimin e tij të përsosur.
2000 vjet më parë ai vdiq në kryq duke na ofruar të hymë në shpengimin e tij. Pali shkruan: "Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton." Tek Romakëve kapitulli 5, vargu i parë. Nuk ka nevojë që të lëvizim as gishtin e vogël për të marrë shpëtimin. Jezusi kreu gjithçka. Jezusi pagoi gjithçka, gjithçka i detyrohem atij. Mëkati ka lënë njollat e errta, ai i bëri ato të bardha si bora. Miqtë mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim. Ndoqët programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ky program u soll tek ju në gjuhën shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.